Ish kreu i kuvendit dhe një nga figurat kryesore të Partisë Socialiste, Servet Pollumbi, është ndarë sot nga jeta. Ai u shua në moshën 89 vjeçare. I njohur mes socialistëve me emrin profesori, Pollumbi shënon një karrierë të pasur në politikën shqiptare, si ish kryetar i kuvendit dhe disa mandate deputet, po ashtu ka qenë një zë me peshë në radhët e socialistëve. Pollumbi ka lindur më 14 dhjetor 1936 në Korçë dhe njihet si një nga figurat që ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimet politike të vendit, veçanërisht në periudhën e tranzicionit. Ai konsiderohet një nga figurat që luajti rol të rëndësishëm në zhvillimet politike. Në këtë periudhë ai shërbeu si nënkryetar i Partisë Socialiste nga vitin 1990 deri në vitin 1996 dhe ishte i angazhuar në fushata të rëndësishme politike, përfshirë kundërshtimin e referendumit për kushtetutën dhe përpjekjet për lirimin e Fatosnanos. Pollumbi kishte një formim të thellë akademik. Ai kreu studimet e larta në Universitetin e Petersburgut, ku u titullua doktor i shkencave në letërsi. Karrierën e nisi si pedagog në Institutin Pedagogjik të Korçës në vitet 1960-1963 dhe më pas vijoi në këtë profesion deri në vitin 1977, përpara se të përfshihej në strukturat drejtuese të Partisë së Punës. Për disa vite ka qenë edhe pedagog në Universitetin e Tiranës. Për kontributin e tij, Servet Pollumbi është dekoruar nga presidenti Alfred Mojsiu me urdhrin Gjergj Kastriot Skënderbeu.